Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në 25 pra jemi përsëri këtu me juve, ku përgatitëm një emision për këtë javë, ku të ftuar kishim profesorin e ekonomisë Abil Baush, me cilin folëm mbi ekonominë e Maqedonisë në përgjithësi. Nuk u futëm shumë ndoshta në ato shifra, por folëm në aspekt të përgjithshëm nga për tranzicionin e ekonomisë Maqedonisë dhe ato se si është në ditët e sotme, po për më tepër ju do e ndiqni në intervistë. Pa kalu te intervista, atë ju nëse keni dëshirë dhe mundësi ta bëni subscribe kanalin tonë 28 e për like nëse ju pëlqen video e bëni në fund të emisionit. Dhe tani vazhdoni ta ndiqni intervistën. Përshëndetje profesor, faleminderit që pranove ta japësh një intervistë ku do të flasim mbi ekonominë për kanalin tonë 28. Faleminderit për ftesën, kënaqësi çdo herë të përgjigjesh iniciativave të tilla. Duke shkuar në rrugën e duar ekonomia e Maqedonisë Veriut, pa mund të themi që edhe a kemi ekonomi? Shumë pyetje kështu pak ma provokative. Ne kemi ekonomi, për fat mirë ose për fat keq ndonjëherë, por ekonomia jonë prej pavarësisë këndej ka kaluar në sfida të lloj-llojshme. Nëse ne kaluam për një sistemi të planifikuar ekonomik, sistemi socialist, edhe pse nuk kemi pas një farë decentralizimi të ekonomisë në atë kohë, nuk ka qenë bashkë ekonomia e vendeve të bllokut lindor, dhe di keni rastin me Bashkimin Sovjetik, me rastet me këtë bllokun lindor, por përsëri kemi qenë në atë pjesën e asaj ekonomie socialiste, ku është prodhuar çdo gjë në çdo vend, nuk janë parë kostot, nuk janë parë nevojat dhe dëshirat e konsumatorit, e tregut, etj. Është prodhuar në masë dhe është mbajt aparati shtetëror. Pas viteve 90-ta, ne kalojmë një transformim ekonomik, domethënë kalojmë në ekonominë e lirë, një ekonomi në të cilën apo shtetet e zhvilluara kapitaliste, shtetet kapitaliste më e kanë përvetësuan dhe e ngritën një nivel të lartë, duke u bazuar në vlerat e tregut të lirë, duke u bazuar në shfrytëzimin e resurseve, në nevojat dhe kërkesat e konsumatorit dhe profitit të kompanive. Dhe tash kemi pas një transformim jashtëzakonisht shumë të rëndë, një tranzicion jashtëzakonisht shumë të rëndë në vendin tonë, domethënë ne filluam në vendin tonë kishim kompani dhe fabrika të cilat në aspektin industrial ishin, si të them, të vjetërsuara dhe nuk kishin tregje të caktuara. Nga ana tjetër sistemi atë shumë u rënua sa që edhe pjesa e korrupsionit, pjesa e të drejtës etj. Nuk respektoheshin si duhet, dhe kështu në pjesën e privatizimit të shtetit tonë ato viteve prej 94 dhe 97 u bë një privatizim i egër të pronës të përbashkët, nuk tham pronës publike, po pronës të përbashkët, ashtu që shumë nëse themi ne shqiptarë ne ishim komplet anashkaluar për ati privatizimi edhe ato që ishin në pjesën e privatizimit jashtëzakonisht u bëhet si egër, kishte shumë gjëra të cilat modeli ishte jashtëzakonisht shumë i keq, dhe ne pasojat e asaj ati privatizimit edhe sot e kësaj dite i kemi, dhe nuk u bë privatizimi si për shembull në Sloveni ose në Kroaci, por privatizimi u bë në mënyrë skajsisht të egër, në të aspektin kapitalizëm i egër, të drejtorave dhe njerëzve të cilët në atë kohë kanë pas pushtet. Pas asaj, ne u transferuam me një ekonomia jonë filloi të ndijë diçka që quhet më tregu i lirë, domethënë kaluam, ende jemi në atë pjesën e tranzicionit, por mbas 2001-shit me gjërat të cilat ndodheshin në pjesën e Ballkanit, gjithë luftrat që mbaruan këto, edhe ajo të cilën ne si shqiptar fillum të faktorizohemi këto, përsëri nuk arritëm këtë ekonomi të fillojmë ta transformojmë në nevoja dhe dëshirat të konsumatorëve ose të njerëzve, të klientëve, qytetarëve etj. Kështu që ne ngelem me një unë kështu shpesh e them, edhe studentëve, po edhe ato që më pyesin, do të kemi një farë stabilitet të mbajmë të ekonomisë, një stabilitet të rehatshëm, por që nuk ka niansa të zhvillimit të hofshëm ekonomik. Domethënë ngelim të stabiliteti, ngelim të transferet sociale, po jo të një zhvillim të hofshëm ekonomik.
Po, për zhvillimin ekonomik tani shumë, cilët duhet jenë masat që duhet i marrë pushteti, masat në afat shkurt dhe afat mesme dhe afat gjatë që të kemi të shta prodhim dhe profit, ose të kemi një ekonomi më të fuqishme të alme. Ja, ne jemi një ekonomi e hapur për një shtet i vogël. Do të thonë, për Maqedoninë e thonë çdo herë. Do të thonë dhe ne kemi një mundësi që të jemi konkurrent në atë tregun e madh, po të njëjtën kohë dhe të gjithë ato që na vinë prej tregut jashtë i kemi si një farë lloj dobësie. Do të thonë, ne kemi ekonominë e hapur. Do të thonë, ne nuk shquhemi se kemi ndonjë ekonomi të cilën bazohet në resurse. Do thonë, për miniera, për gjëra të cilat turizëm, det e tjerë. Po ne kemi një gjë shumë të avancuar se ne jemi në udhkryqin ballkanik, të cilën do duhet ta shfrytëzojmë jashtëzakonisht, edhe dyta kemi potencialin njerëzor jashtëzakonisht shumë të mirë. Dhe nda gjithë raportet të cilët jep Banka Botërore kryesisht, vim në përfundim se ne nuk investojmë në potencialin njerëzor. Do thonë, ne nuk modernizohemi, më të themi, te potenciali njerëzor, që ky potencial njerëzor madje transferohet nëpër kompani dhe kompani të bëhen konkurrente në treg, në atë ekonominë e lirë që flasim. Për këtë arsye ne ngecim këto. Do thonë, edhe gjithë këto infrastruktura, këto projekte që themi të ekonomistë të madhe, të cilët kompanitë nuk mund ta bëjnë, por duhet ta bëjnë shteti, do thonë me shpenzime publike, do thonë me investime publike ose me investime kapitale, që i themi në atë gjuhën tonë ekonomike, do duhet patjetër të ketë një lloj strategjie të saktë se ku duhet ta dërgoj shtetin, do thonë të ketë një vizion të qartë për shtetin. Shive, reformat unë nuk them që janë të buta dhe të mira dhe të lehta dhe të rahatshme, por duhet patjetër të bëhen sepse kështu ne ekzistojmë si shtet dhe ne do të ekzistojmë si shtet dhe ne do të ekzistojmë si ekonomi, por nuk do të jemi të zhvilluar, por nuk do të mund të bëjmë standardet jetësore të mira ashtu si kanë edhe vendet e zhvilluara. Për këtë arsye, për të qenë konkurrent, duhet të jemi fokus të qartë, duhet të kemi në cilat pjesë do duhet të investohet si shtet dhe madje të kemi një farë lloj kahje se ku duhet të shkojë ky shtet. Për fat të keq, te ne përveç shpenzimeve, përveç investimeve në shpenzime operative, si pagat, pensionet e tjerë, ne nuk kemi investime të qarta se çka duhet bëjmë. Nëse ne investojmë në digitalizim, atë do duhet të investojmë në potencialin njerëzor, madje në digitalizim. Nëse ne nuk kemi për shembull gjigant energjetik. Ne çdo herë do duhet patjetër të blejmë energji. Po ne duhet krijojmë kushte që mund ta blejmë atë energji pak më mirë. Do thonë, kapacitetet tona energjetike janë 50, maksimum 60% që mund të prodhojmë për nevojat tona. Po ja që kemi edhe shfrytëzimin e diellit, shfrytëzimin e paneleve diellit, nuk mund të arrijmë 100%. Dhe kështu, edhe esenci ekonomist nuk e lejon për shembull ti të jesh komplet i varur nga. Po normalisht ne kemi tokë bujqësore. Edhe shihni çfarë paradoksi bëjmë. Ne ndonjëherë në panele vendosim në tokat me kualitet shumë të lartë bujqësor, panele diellore që është gabim i madh, shumë gabim i madh. Do thonë, ne kemi tokë bujqësore. Ne kemi diell shumë në vendin tonë. Do thonë, këto duhet jashtëzakonisht mirë të shfrytëzohen. Për të shfrytëzuar këtu duhet potencial njerëzor. E di pse them këtë, sepse ti do të prodhosh produkte bujqësore, por ato do duhet bëjmë plasman. Ato do duhet të kalojnë fazën e 2 prodhimit, fazën e 3 shitjes, fazën e 4 prezantimit, etj. Do thonë, këto të gjithë duhet të mendohen në infrastrukturën shtetërore. Po cili në vitet e ardhshme, cili mendohet që qëtë ai sektor i cili do të jetë lokomotiva e ekonomisë vendit? Shive, ne nuk duhet të gënjehemi me krizat të cilat do ndodhen një pas një. Covidi, kriza me furnizimin e ushqimeve, kriza me luftrat të cilat energjetikës, etj. Na tregon se ne nuk kemi ushqim të mjaftueshëm. A kemi tokë bujqësore. E para duhet të fillojmë të prodhojmë ushqim me kualitetet larta për vendin tonë. Momenti që fillon ti të krijosh, të prodhosh ushqime, industrinë e ushqimit, ne çdo herë flasim industrinë e ushqimit në kohën para 30, 40, 50 viteve. Kur paramendoni në atë situatë keni pas njerëz të cilët kanë pas kafshët e veta, kanë pas edhe kanë mbijetuar me atë bujqësi. Po flasim për një bujqësi pak më moderne, ku do të kesh njerëz të cilët e dinë punën mirë ta bëjnë. Duhet të fokusohemi në agrobiznesin.
Një, agrobiznes. E dyta, në potencialin e digitalizimit. Thonë, ne kemi jashtëzakonisht kuadro të mira, potencialin njerëzor, vetëm na duhet një infrastrukturë arsimore të jetë e mirë, që mandet kemi një potencial tjetër të cilën do të mund ta bëjmë këtu. Më thonë, ne duhet paraprakisht fokusohemi në investimin në resurset humane, sepse je shteti i vogël. Më thonë, shteti i vogël varet nga gjithë gjërat të cilët ndodhen para tij. Tash nëse ke një potencial të mirë njerëzor, ato vetë do të jenë lokomotiva e ekonomisë të vendit të. Sepse sipërmarrësiat e ta, kreativiteti, inovativiteti i tyre do të sjellë të ketë një rritje më të madhe ekonomike. Po këto kredite marrën nga jashtë, sa ndikojnë më shumë pozitivisht apo çdo herë më shumë po e dëmtojnë ekonominë e vendit? Shive, për të investuar, nëse nuk ketë holla, patjetër do të marrësh shkuar. Edhe kjo është edhe në një familje mundohet. Po do të marrësh shkuar, do të blesh vetura, do të blesh banesë, a do të investojsh në biznesin tënd, por ama çdo herë bëhet një farë lloj kalkulimi se sa ajo do të jenë shpenzimin tënd. Domethënë, rikthimi i kreditit dhe përsëri sa do të ngelin si profit ose impakt për familjen tënde. Apo, do thotë në fund të ditës ti do të mendosh të bësh një profit. Te shteti o ndryshe. Shteti nuk krijon profite. Shteti krijon vlera. E tash, nëse ti kreditet të cilët i merr nuk i investon në vende ku do të krijohen vlera, më thonë, vlera shtesë për ekonominë e vendit, më thonë, multiplikator për ekonominë e vendit, atëherë kredia nuk ka asnjë farë lloj kuptimi. Nuk kemi kuptim ne. Më thonë, ngelim pa kuptim në rastin e kredisë. Dhe për këtë arsye në çdo herë mundohemi që këto të kenë kreditet të mund të jenë zhvillimore ose kredite investuese. Shqipe, ne kemi kreditin e fundit hungareze kemi marrë, dhe kemi marrë si G2G, dhe më thonë, si qeveri me qeveri, dhe ndoshta edhe të themi ideja ka qenë fisnike që të investohet në potencialin e komunave edhe në ndërmarrjet në kompanitë private. Nëse ju tregoj thash unë se tash kompanitë tonë, bankat tona komerciale, të gjithë bankat janë likvide dhe kanë mjete shumë për të dhënë, dhe ti përzihesh në tregun e atyre është një gjë katastrofale. Për shembull, unë kisha menduar në ato të hollat të cilat i kisha marrë, do të kisha investuar ose në arsim ose në shëndetësi. Do thonë, paramendoni që të krijosh vlera kështu, ti nuk krijon vlera, po të krijon konkurrencëshmëri te bankat komerciale. Gjë që u tregua, mandej ato reaguan shumë shpejt nëse ju kujtohet. Tash kthehemi te pjesa tjetër te komunat. Komunat tona, kryesisht të gjithë komunat, sa i kemi 80 janë në vendin tonë, mund të jemi 10% mund të jemi prej tyre të cilët janë të veçëndrueshme, edhe atë me pikpyetje të madhe, dhe komunat të cilët nuk e kanë arrit decentralizimin deri në fund. Ku me fajnë qeverisë, ku me fajnë atyre, etj. Po për shembull, unë kisha thënë, ndarja territoriale për shembull nuk është e mirë. Po thonë të duhet, ajo nuk ndahet vetëm në pjesën etnike ose kujt si ti kujtohet. Ajo ndahet në resurset ekonomike, ndahet në potencialin në lëvizjen e komunave, si mund bashkëpunojnë, etj. Ka shumë parametra, të cilët bëhet kjo. E tash, ne vim me një situatë kur kemi një ekonomi që u hipëm të holla atyre, para 5 vite u shluhen borxhet dhe ato investojnë vetëm në një farë lloj infrastrukture. Të gjithë paratë shkojnë në infrastrukturë. Don efekti o zero. Pse e tham këtë? Për arsye se të kishte qenë një efekt tjetër, që të mund thitheshin fondet evropiane. Nëpërmjet këtyre komunave, do të ishte efekti ende më i madh. Po për fat keq ne në komunat tona nuk kemi kapacitet administrativ që të mundemi ti realizojmë këto projekte të cilët vinë nga jashtë. Aja janë grante në shumicën e raste, po edhe kreditë të cilët vinë nga shtetet e zhvilluara, edhe nga Unioni Evropian, edhe nga fondet e tyre. E tash shive, kur do grumbullosh komplet kreditin ndoshta ke ka arrit një qëllim të vogël, por këtë do ta paguajmë të ardhme dhe nuk ka pas një efekt më të madh. Shive, ne investojmë çdo herë që të fitojmë pak më shumë. Kjo është esenca e ekonomisë. Ne minimizojmë shpenzimet që ti maksimizojmë profitin. Me thonë, ne shteti nuk guxon të ketë profit,
po ta impaktin ekonomik, zhvillimin ekonomik, rrotën e zhvillimit ekonomik, ta lëvizë. Gjatë ditëve të funit e kemi edhe temën e kësaj të rritjes pagës minimale. Ku është caktuar që pas 5 muajsh 6 do të ketë një rritje prej 1200 denarësh. Po kjo rritje, a do ndikon aq pozitiv apo është vetëm një rritje konstante e nevojshme, por jo aq sa duhet, për shkak të rritjes çmimeve, harxhimeve që i kemi ku shporta mujore ka kaluar 60.000 denarë, edhe me 2 paga minimale nuk arrihet ajo. Sa ndikon kjo në mirëqenien e qytetarëve? Po këtë e flasim gjatë gjithë kohës. Ti mund të arrish pagën minimale, mund edhe tjetë të mbikalon shportën minimale, po kjo kretën në mënyrë artificiale e bën. Dhe mandej nëse ti e rrit pagën minimale do të bësh probleme makroekonomike, mandej te inflacionit e gjëra tjera. Për do të kemi rritje të produkteve, sepse çdo herë ku ke kërkesë të madhe, do të thonë ke para dhe ke para të cilët për të blej atëherë patjetër oferta do të arrit çmimin e tyre. Do të thonë kjo është ligj ekonomik, do të thonë nuk ka ku të hikim kësaj. Por ama nëse ne krijojmë, nëse kemi potencial ekonomik, të kemi zhvillim ekonomik, aktivitet ekonomik, atëherë do të jetë në mënyrë normale do të rritet paga e punëtorit, në mënyrë normale. Shikoj, ti ke industrinë në Maqedoni që e te kalojnë 2-3 herë pagën minimale. Edhe pagën mesatare kalojnë 2 herë, por arsye se ka nevojë për një kuadër të specializuar, është nevoja e kompanisë dhe është e gatshme të paguajë për atë. Do të shihet tash, nëse na flasim për një pagë minimale, nëse i shef marketet dhe punësimin në market, ato te kalojnë pagën minimale. Sepse vetë gjeneron ekonomia nevojë për t'i paguar punëtor, sepse ne nuk kemi më punëtor. Të gjitha ato të cilët kanë pas një farë specializimi, largohen prej këtë. Dhe pjesa tjetër e papunësuar nuk është e specializuar. Dhe ti tash nëse mundosh në këtë mënyrë ta ngrejsh pagën minimale, duke mos i marrë parasysh parametra të tjerë, mund të krijosh edhe dëme në pjesën e inflacionit. Por atë kjo është zinxhir është ja. Do nuk mundesh ti të ndalesh jam të rritur pagën minimale që të fitoj disa pojena politika atje, po edhe nga ana tjetër mund të bësh dëm shumë të madhe në bizneset e vogla dhe të mesme. Kupton? Do se te bizneset e vogla dhe të mesme normal ato fillojnë me shpenzime, ato janë biznese familjare kryesisht. Dhe tash nëse ty ju jep ekstra shpenzime atyre, ato do të fillojnë të mbyllen. Kurse bizneset e mëdha janë të gatshëm paguajnë për modernizimin e kuadrëve të tyre. Edhe paga më shumë se minimale, vetëm të kemë punëtor të specializuar dhe të kualifikuar, gjë që e thamë përpara. Do të thonë, arsimi do t'i prodhon këto. Ose shteti do t'investojë që të prodhojë njerëz të tillë. Por atë themon e produktiviteti duhet mbasemi në bazë të produktivitetit, fillohet bëhet rritja kjo. Në fillim kur u pru kjo si mas, dhe nëse ju kujtohet qeveria e kalume, e pruni si pagë minimale, po ishte një farë reforme në ekonominë tonë. Por ama tash filloi, unë sikur jam të e pa, filloi të keq përdoret duke ju mundësuar që të rritet kjo paga minimale për 2.000, për 3.000, për 5.000 denar, po a thua kjo i plotëson nevojat e qytetarit? A kemi ne një jetë më të mirë? Jo. Do thonë varfëria rritet, standardi jetësor zvogëlohet, unë gjare marr përsipër nuk e marr shportën e konsumatorit, por CPI-n e marr. Do thonë nëse para pandemisë ka qenë 101, tash e ke 180, për 80 pikë ka hip kjo. Do thonë kjo rritje e madhe. Dhe tash ti nëse gjeneron ende gjeneron, bën shtypje ka inflacioni, atë do të kesh inflacion. Për atë temune, kjo është një pjesë integruese, nuk mund është ti me një vend prekësh dhe pjesën tjetër mos ta prekësh. Po me këto dallime pra ku kemi rritjet e inflacionit, varfërim të popullsisë e këto, a mund kemi edhe ata që ndikon shumë në ekonomi kjo zhdukja ndoshta e shtresës mesme të popullsisë. Pra kemi ose të pasur ose të varfër dhe nuk kemi një shtresë mesme që do e mbante balancën mes këtyre dyave. Është një indikator ekonomik Gini inequality. Do të thonë equality është ajo, do të thonë si mundet pabarazia në ekonomi të paraqitet. Do të thonë edhe te ne për fat të keq ka filluar kjo të rritet. Do të thonë edhe kjo jep një farlloj, tash nëse i lexon ato të cilët e kanë fituar 10 vitet e fundit çmimin Nobel për ekonomi, ato non stop mirën me këtë problem. Do të thonë problemin e pabarazisë të cilët i ndodhet nëpër shoqëri. Thonë po flitet seriozisht në shtetet e zhvilluara kjo pabarazi. Tash mandej transferohet edhe këtu te na. Nëse lexon për shembull Stiglicin, ai do të tregojë se sa kjo është disbalanci madh fillon të bëhet.
edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe këtë. Dhe kjo nuk është mirë për ekonominë. Do thonë pjesa e mesme është pjesa intelektuale, pjesa kreative, pjesa e cila e lëviz ekonominë. Kuptoni? Do thonë, nëse kemi një gap të madh të asaj, që i themi Gini indeksin, që përmendim çdo herë, atëherë ajo shpreh 0 deri 1. Sa më shumë shkon nga 1 që është më i rrezikshëm. Sa më shumë shkon nga 0, kemi një farllë barazi jashtëzakonisht të madhe. Dhe sa më shumë ne afrohemi nga 1 që është jashtëzakonisht shumë keq për ekonominë e vendit. Për momentin tash nuk di, se nuk isha i përgatitur për indeksin e Maqedonisë, ne jemi diku 0,6, nëse kemi këtë Gini indeksin, nëse nuk gaboj, që është një diskrepancë ka fillu të paraqitet e vendi janë. Dhe shihni, kjo është gabim është për ekonomi. Më thonë, nëse ju tregova 10 ekonomistët e fundit që kanë fituar Nobel e tregojnë se kjo nuk guxon të ndodhë, kjo diskrepancë e madhe, se patjetër shteti madje duhet të reagojë me tatime, të tatimojë më shumë etj, madje të marrë prej tyre, të transferohej në pjesën tjetër, po thonë edhe të bëjnë një farllë barazi ekonomike, se barazia ekonomike sjell mirëqenie ekonomike dhe sjell zhvillim ekonomik. Kemi edhe bashkë edhe temën e kësaj ditëve të fundit që u fol shumë kjo, nuk do të them kthim mbrapa, po stagnimi i rrugës Maqedonisë Veriut drejt Bashkimit Evropian. Dhe me këtë stagnim, sa ndikon pra në ekonominë, mos zhvillimin e ekonomisë, ky stagnim? Shive, ekonomia është çdo herë lidhur me aktualitetet politike. Do të thonë, ne tallemi çdo herë kështu kur ligjerojmë, thonë, nëse të shtit Amerika, Evropa sëmuat. Ma e kap gripi me një. Nëse kemi, që ka shtu shte lidhur ekonomia, do thonë. Edhe ju e pat me Covidin, e pat me luftën në Ukrainë, e pat me luftën në Gaza, e pat me këtë. Do thonë, sa është e ndihshme ekonomia botërore, se ne jemi gjithë të lidhur. Por ama, lokalisht të të ne, nëse ti nuk ke cakt për tregun e përbashkët, nëse nuk ke një farlloj strategji të sakt se ku duhet të jesh në talmën, ajo ndikon shumë në ekonominë e vendit të. E para, ajo status quo situata nuk është e mirë për qytetarët. Sidomos për biznes. Pra duhet të ketë një orientim. Absolutisht po. Do të thonë, nëse ti nuk ke sakt se ku e çon shtetin, ose ku duhet të shkon ky shtet. Do të thonë, ja, nuk duan në Unionin Evropian, po ku e ke ti mandej atë drejtimin tënd? Ku bazohesh ti të shkosh? Sepse kemi situata për shembull Rumaninë dhe Bullgarinë kemi, vende të cilat në daljen kur është ndajo vitet e 90-ta, GDP-ja e tyre kanë shumë më e ulët se e Jugosllavisë, jo e Maqedonisë. Maqedonia ka qenë prapë më e vogël se këtu, edhe në kohën e Jugosllavisë. Por ato për momentin tash kanë GDP-n, Bullgaria ka GDP-n sa krejt vendet e ish Jugosllavisë, jo Sloveninë dhe Kroacinë, po këto Ballkanin perëndimor. Kanë pjesë e Bashkimit Evropian. Ballkanin perëndimor e tekalon GDP. E njëjta është edhe me Rumaninë. Tash fondet të cilët mirën prej Bashkimit Evropian për ta rregulluar jo vetëm reformat në gjyqësor, në drejtësi, por edhe në ekonomi me rëndësi, është jashtëzakonisht shumë e madhe. Shihni rastin me aferën e fundit të IPAR-it. Do thonë, unë në fillim e thash agrobiznesi, industria e cila duhet zhvillohet dhe ti ban kikste IPAR-it, te programi i IPAR-it, i cili është direkt investim grante në bujqësi. Edhe gjëra tjera. Për shembull, Unioni Evropian mundohet, me interesat e veta, mundohet të ketë pjesë të Unionit Evropian dhe ti të fillojsh zhvillohesh atje. Do thonë, ti e humb një treg, e humb tregun shumë të madh të Unionit Evropian, 550 milion. E dyta, standardet, rregullat evropiane e humb infrastrukturën financiare, ekonomike, rrugore, si dush quhet Unionit Evropian. Dhe ti shkon me një drejtim të cilën është status quo, nuk e din ku je. Edhe vetë Unioni Evropian në raportin e fundit, tash po flas për pjesën ekonomike. Do të thonë, askund nuk ka zhvillim, ose rritje, ose nuk ke shenja pozitive. Kupton? Sepse edhe ato non stop bazon edhe në raportin e Bankës Botërore, edhe në MMF. Bazon edhe në bankat tona këtu që janë, edhe në bankën qendrore tonë, edhe në Eurostatin, edhe këtu të na në enti për statistike etj, dhe ato e shohin situatën tonë si është këtu. Dhe kjo është problem jashtëzakonisht shumë i madh. Po kjo ndikon kjo ngërç pra edhe në investitorët e huaj, pra mos ardhen në investitorët. Absolutisht po. Ju shihni tash ç'a ndodhi për shembull me industrinë e automobilizmit.
për ato të cilat për rregullat që i pru Donald Trumpi, ne kemi 2 kompanija, jashtëzakonisht shumë serioze, në zonat e lira ekonomike që largohen prej këtu. Ato nuk kanë ndonjë impakt shumë të madh ekonomik te ne, po punësime kanë pas. Do thonë të gjithat ai kuadër i specializuar do të ngel pa punë. Do thonë nuk ka pas impakt në ekonomi, po në punësim, punësueshmëri ka pas. Kjo është një. E dyta, ngërçi të cilën ato e paraqesin, i për investitorët e huaj jashtëzakonisht shumë i rëndë. Për arsye se ato vinë me një kreditën, ratingu jon kreditorë BBB. Nuk o B+, BBB. Ajo në përkthim thot ju keni ekonomi stabile, por me kujdes shumë të madh në investime dhe kreditimin e këtyre në këtë vend. Kjo është zakonisht keq është për vendin tonë. Edhe pse shumica e këtyre e lexojnë ndryshe këtë. Mbarët kontekstin si dojnë që japë. Po, ekonomistët, ato të cilët e përkrajnë ekonominë tonë, ekonominë e shtetit, e spjegojnë këtë se ne jemi okej, në rregull, por ama për investitorët e huaj të cilët ju duhen shumë vite ta skenojnë ekonominë tonë, që të vinë të investojnë këtu, është jashtëzakonisht shumë rëndë. Më thonë, ne po flasim për kompanitë të cilët vinë këtu, japim përveç se jashtëzakonisht investime shumë mëdha, profitet mëdha këtu, pa edhe vlera të cilët i binë në vendet tonë. Që ndikon shumë edhe në atë pjesën e specializimit, krijon pa të specializuar. Shivet, tash ta tregoj një domethënë çfarë ndodhi me luftën me Ukrainën dhe Rusisë. Apo kishte embargo Rusia dhe prodhuesit e automobilave që ishin në Rusi, të gjithë i tërhoqën investimet e tyre. Edhe në Ukrainë. Dhe ne nuk arritëm, si ekonomia ballkanike, të tërheqim të bim këtu. IT-ja për shembull ngeli deri në Beograd, Rumani në Beograd, më poshtë nuk shkon. Me disa raste në Kosovë, po Kosova ka më shumë outsourcing me Amerikën, nuk i ka këtë pjesën tjetër. Kjo pjesa ruse, pjesa slave mbet deri në Beograd, nuk zripi më poshtë. Kjo pjesa e për shembull e gigantit madh Peugeot, Citroën që ishin që prodhonin, ne nuk arritëm t'i marrim këtu për arsye shumë qarta. Domethënë ad hoc politik që e kemi, kuadër jo të specializuar etj. Dhe kjo na pruni në këtë situatë që jemi edhe tash këtu. Faleminderit shumë që edhe këtë intervistë. Ishte kënaqësi, faleminderit. Kështu që ndoshta edhe herë tjera me tema tjera. Pra, siç e patë në intervistën, pra i folëm ato temat që kishim për të folur, do të mundohemi çdo javë të kemi emision. Ju bëni subscribe kanalin tonë 258, like videon nëse ju ka pëlqyer dhe vazhdoni të jeni ta ndiqni sepse do të çdo herë më shumë do të mundohemi të sillim emisione, edhe pas pato mysafir do të vazhdojmë me emisione që do të përgatisim speciale ndoshta mbi tematika dhe ngjarje ndryshme. Ju qëndroni pranë 258 dhe do të shihni atë që do të përgatisim për ju. E deri në javën e ardhshme shpresoj të jeni mirë dhe miru takofshim.